Sepse kjo është një drejtësi e cila nesër çdo qytetar do përballet. Përfshi mua, përfshi të gjithë ne. Në një padrejtësi. Pse zoti Berisha duhet të jetë në atë formë mas sigurie dhe të tjerë që janë po me të njëjta vepra penale janë me masa të tjera. Zoti Velia është hajdut, po zotëri, denojnë shkallë të parë, denojnë shkallë të dytë, mos marrë shërbim prove, rrasën burg në apel. Jam dakord me ty, do një kënaqemi në përburgje, tifusin të masakrojnë në përburgje, dakord me ty jam. Po jo kështu. Nuk matë drejtësia duke fut në burg tjetrin që të kënaqet të tjerët. Pra, nuk jemi në fazën që të shkojmë në Europë ne. Rasti Tahiri, më lejon të them diçka. Ai ishte dorëheqja e Tahirit si një justifikim për të hapur atë, për të dhënë statusin e kandidatit, për të hapur negociatën, mos gaboj. Ai dha dorëheqjen burri botës, po. Sa vite nga dita kur ka thënë dorëheqja ai Tahiri deri në momentin që Partia Socialiste mashtronte me Sorekën bashkë dhe gjithë mashtruesit e tjerë që jo këtë vitin tjetër hapja të shëlej negociatave. Pra, u sakrifiku Tahiri, Tahiri është tjetër skandal. Aty është tjetër, Tahirit është një gjë që nuk e di a këta po bëjnë drejtësi apo bëjnë padrejtësi brenda llojit. Do ta kuptojnë kur të plaken. Atëherë do ta kuptojnë. Edhe për Tahirin dhe për Velinën, për gjithë këta. Pse them tani e sot edhe këtë rast? A ishte sakrifica e tij që unë po jap dorëheqje që Partia Socialiste mos të ketë probleme integrimin e Shqipërisë dhe hapjen e negociatave 2017-a, u desh lufta e Ukrainës, rast Tahiri, shikoj, është i bukur si një rast. U desh lufta e Ukrainës që në të njëjtën kohë ku i sakrifikuar i Tahiri dha dorëheqjen, duhet plaste lufta e Ukrainës që Shqipëria të merrte ose të hapte negociatën bashkë me Ukrainën, Maqedoninë e Veriut dhe gjitha këto. E kuptoni ku jetojmë? Pra, shikoni politika shqiptare, shikoni drejtësinë shqiptare, u sakrifikuar Tahiri. E përsëris që ta kuptojmë përsëri kush është e gjithë kjo hileje që bëhet në kurriz të popullit shqiptar. Pra kemi sakrifikim. Stefano sakrifikua Tahiri. Po sa ai atë dha, ai atë deklarat bëri, se Tahiri nuk do i jepte dorëheqje kurrë. Kur nuk do i jepte dorëheqjen e deputetit. Sepse, më fal tani, të kapem pak rastin Tahiri. Është shumë i bukur si rast. Pse? Shpërdorim detyre ministrit të rendit, pse funksionar policie nuk kanë kryer detyrën, nuk mund të bëhet sepse futesh në politikat e brendshme të Këshillit të Ministrave. Pra nuk është se ka kap me prasë dhe opa, kapa këtu në flagrancë. Por se mediat italiane kanë shpikur, kanë thënë. E kupton, pra, më heq qafe këte nga sistemi politik. Gjykata e lartë tha, në rastin e Tahiri, shikoni pak përsëri sepse diçka nuk shkoi mirë në themel dhe shikoi gjykata e apelit. Çfarë bën gjykata e apelit? Unë, kryefamiljar të gjitha këto, me ishti 59-ën, sepse du të kënaqesh ti karrierën tënde, të rish aty të më thënë sa i ndershëm je ti, dhe ky tjetër të shkatroj karrierën e ti, familjen e ti, edhe ti tjetrin e jep 59, pra pezullimi i ekzekutimit, edhe ky bën hatan pastaj dhe shkon në vjedh dhe vret njerëz, ndërsa ky politikan ja vën për të treguar model. E kupton çfarë ka ndodhur? Pra, kjo është një anomali. Kush do ta dëgjojë? Do thotë, a ekziston kjo gjë që po thotë ky njeri apo jo? Po është e vërtetë, ndodh në Shqipëri. Pra, Tahiri sakrifikohet për partinë, partia nuk e mbron. Po ashtu Velia sakrifikohet për partinë, partia nuk e mbron, e lëshon. Po pra është një problem i brendshëm në Partinë Socialiste. Isha ta zgjidhin me paqe dhe dashuri me njëri tjetrin. Por në rast se e shikojmë me një mënyrë tjetër dhe një reflektim tjetër, dihet që SPAU ka punuar kundër Partisë Socialiste, por gjithmonë pa prekur vjen në kuqe, që është përtej strukturave më lart strukturave. Pa i rasti tjetër skandaloz, Arka Peshkut. E tmerrshme.
Kjo është drejtësia. Është ul niveli. Me 83 mandate zotëri dhe fresk t'i bëj ambasadori europian që ka filluar duke bërë reformës. Edhe kush ambasador amerikan të vi, atje ti Trumpit, atje ti kush tjetër nuk më intereson, kaq fresk t'i bëjnë kësaj reforme pa drejtësie, unë jam i bindur që mua arrestimet të cilët ju citoni janë statistikore, janë arrestime që mund të bënë edhe pa prova fare. Thjesht më pëlqen ti, ta arrestojnë. Do ndodhin edhe këto, ma jeni men, shënojni. Do të arrestojnë pa pasur prova. Se duhet të frika, mos flasë asnjëri, ata që flasin duhet t'ja mbyllim gojën. Si, arrestoj. Pra, e kupton, pse bëhet kjo gjë? Bëhet pikrisht që njerëzit mos kenë mundësi të flasin. Dhe kur njeri të shkojë të kërkojë një të drejtë në gjykatës diku, do ta zvarrisë, do të thotë po prit se kështu ashtu, tjetri do kalbet në përgjigje dhe në fund fare do gjej drejtësi. Po kush ja ka bërë drejtësinë? Po partia që ka votuar, Partia Socialiste ja ka bërë. Se kam bërë unë. Pra, e gjithë kjo, po ta shikojmë me frymën e logjikës dhe po ta shikojmë me një qasje qytetare dhe civile, pa emocion partjak, do ta shikojmë të vërtetën. Dua të më bënit një pyetje, që ta konkludojmë me këtë. Me kë jeni ju me lindjen e mesme, me Izraelin apo Iranin? Unë t'ju jap një përgjigje ju dhe t'ju them. Kështu është edhe për përgjigje. Unë nuk dua të vritë njerëz. Këtu ka mbaruar diskutimi. Se kjo është drejtësia për mua. Pra çdo gjë duhet të gjehet në rrugën e dur pa viktima. Por në Shqipëri jemi mësuar dhe viktima popullin shqiptar, vrit ndjenjat dhe çdo gjë të popullit shqiptar, sepse ne na duhet për interesin diçka e koti, pra Bashkimi Evropian që janë vetëm detyrime do të kemi zotërisht, do të kesh të drejta. E dini ju që po jeni shtetës Evropian, ju ku të shkoni në vendin ku do shkoni, duhet pajisini me lejnë qëndrimi në vendin që do shkoni, le të jeni shtetës Evropian? E dini ju që Gjermania ka shkuar ka vendos kufit pa pyetur Bashkimin Evropian? Çfarë tregon kjo gjë? Mashtrim. Pra mashtrojnë popullin Bashkimin Evropian, ku vetë Bashkimi Evropian nuk ka sovranitet. Është federat, është pra mblidhen të gjithë shtetet, por secili shtet ka sovranitetin e vet. E gjitha kjo tregon qartazi që politika shqiptare nuk mund të kalojë përmes arrestimeve, përmes debatit politik dhe qytetarët të ndëshkojnë përmes votos. Në rast se ne nuk do reflektojmë, sigurisht do të biem viktim të çdo lloj abuzimi të ambasadorëve që rrin 3 vite këtu, fitojnë çfarë fitojnë këtu në këtë vend dhe në fund fare ikin në vendin e tyre dhe ne mbetemi përsëri në hallet tona.